Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. 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 Në emër të Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Gjitha falënderimet dhe lavdërimet e takojnë Allahut, Zotit të botëve, Të gjithëmëshirshmin, mëshirëplotin. Sundues i ditës së gjykimit. Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona Zot në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i ke begatuar me të mira, jo në rrugën e atyre të cilët kanë merituar hidhërimin dhe as në rrugën e atyre të cilët janë të devijuar. Personalisht, surën Fatiha unë e kam mësuar në vitin 1991. Atëherë kur fillova medresen në Tiranë. Jo, në fakt nuk e mbaj mend se kur e kam mësuar për të parë. Çuditshme se mbaj mend disa sure të tjera, po këtë më duket sikur e kam ditur gjithmonë. Po më kujtohet hera e parë që më ka mbetur mendje tek surja Fatiha, ka qenë rreth viteve 2000, besoj, dhe atëherë neve dëgjonim me kaseta, kishim magnetofon, nuk kishim telefona. Dhe unë kisha një set të Kuranit, e recituar nga Imami i Mekës, ndërkohë që vendos kasetën për të dëgjuar, mendova se ngeci shëriti. Ai Imami fillon të këndoj 3 ajetet e para, pastaj kur vjen tek Iyyaka na'budu, mua më duk sikur u mblodh shëriti dhe shkova ta rregulloja kasetën. Pastaj e pash që në fakt nuk ishte mbledhur shëriti, ai e vazhdoi dhe njëri Iyyaka na'budu, por nga që kishte filluar të çante te ky ajeti dhe s'po e vazhdonte dot ajetin. Edhe unë ishte hera e parë që fillova të mendoja mbi surën Fatiha, që si ka mundësi që unë falem, pas njerëz kam qarë duke recituar surën Fatiha, dhe atëherë mendova që ky ajet Iyyaka na'budu shumë i rëndësishëm për ne muslimanët. Surën Fatiha unë e kam mësuar për herë të parë në medrese, kur kam qenë në shkollë të mesme aty. Aty kanë qenë edhe fillesat e mia të Islamit, dhe bashkë me mësimin e Islamit, patjetër që mësuan edhe surën më të rëndësishme, surën Fatiha. Kjo sure është një sure madhështore, është një sure shumë e rëndësishme. Është, si të themi, parathënia e Kuranit, por edhe librave të tjerë hyjnor. Gjithsej kjo sure është 7 ajete së bashku me Bismillah në fillim. Po për surën Fatiha kanë shkruar këto dietarët e mëdhenj kapituj të tërë për ta përmbledhur. 2 gjëra më vinë në mendje mua kur më them surën Fatiha, një është namazi, tjetra është shërimi. S'ka namaz pa Fatiha. Në çdo rekat të namazit është edhe Fatihaja. Fatiha është quajtur ndryshe edhe surja hapëse, ajo e hapjes, sepse sapo hap Kur'anin fillon me Fatihan. Namazi fillon me Fatihan. Ka emra të ndryshëm për të, por që një nga emrat që njihet ndoshta edhe më shumë edhe është nëna e librit, sepse ai përmbledh thelbin e të gjithë Kuranit, që është adhurimi, që është tauhidi, besimi në një Zot vetëm, që është udhëzimi në rrugën e drejtë, dhe të gjitha këto përmenden në surën Fatiha. Fatihaja konsiderohet si surja më e rëndësishme për vetë faktin se është surja e namazit. Quhet surja e namazit, pa të cilën nuk quhet namazi i plot dhe nuk është i plotësuar i gjithë si adhurim. Kjo është fakti më i rëndësishëm që e bën atë surën më madhështore. E dyta është se vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar të tillë në një hadith që kur ka dashur t'ia mësoj dikujt këtë sure, i kanë thënë unë do të mësoj ty surën më madhështore të Kuranit dhe në mbarim të namazit, se kështu ishte situata, mënyrën se si e ka mësuar, në mbarim të namazit ai mësoi atij surën Fatiha. Dhe nga ky hadith kuptojmë që sura më madhështore është surja El-Fatiha. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu i drejtohet profetit ku i thot ne do të zbresim ty Kuranin madhështor dhe shtatshën që përsëritet.
Dhe gjithë dietarët e tefsirit thonë që kjo 7 që përsëritet janë 7 ajetet e surës Fatiha. Patjetër rëndësia e saj është edhe tek emrat e bukur që e ka quajtur profeti sallallahu alaihi wasallam, që ajo është e mjaftueshme, ajo është surja e lavdërimit që ne e lavdërojmë Allahun, është surja hapse e Kuranit, dhe të gjithë këto emra që janë cilësi dhe veçori të saj e bëjnë atë surën më madhështore të Kuranit. Po të tregojmë të kujdesur, të shikojmë që kjo sure përmendet 44 herë në ditë nga një besimtar. Po të mbledhim së bashku edhe farzet, edhe sunetet që gjenden brenda një dite, këtë sure Allahu xhaleshanehu na e bëri obligim që ne ta këndojmë 44 herë. Pra jo më kot quhet suratus Salah. Kjo sure ndryshe quhet suratul Shifa, surja e shërimit, sepse është përsëri profeti ynë Muhamedi alayhi salam i cili thotë surja Fatiha është shërim për çdo sëmundje përveç vdekjes. Prandaj kjo sure është njëkohësisht melhem për trupin. Dhe nëse kemi mërziti, nëse kemi dhimbje apo sëmundje, pikërisht është kjo sure që këndohet dhe ndryshe quhet suratul Kafie, sure e vetë mjaftueshme për të gjetur derman, pra për të gjetur shërim. Surja Fatiha, edhe pse në duke pak ajete, ajo trajton temat më të rëndësishme në fen tonë islame, të besimit, që është e para trajton monoteizmin, në fillimin e saj kur filloj me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, duke dedikuar të gjithë falenderimet, lavdet, mirënjohjet Zotit të gjithësisë, e kemi shprehur këtu, e kemi shprehur në këtë mënyrë që vetëm atë besojmë dhe vetëm atë adhurojmë. Më pas tregon dhe flet për profecinë e profetit sallallahu alaihi wasallam tek ajeti ku thot ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alehim, atyre të cilëve ti u ke dhënë mirësi dhe begati në këtë rrugë të drejtë, dhe janë pikërisht të parët në rrugën e drejtë, të udhëzuar në rrugën e drejtë janë profetët. Flet për profecinë, flet gjithashtu për ahiretin dhe botën tjetër, ku ne themi Maliki Yawmiddin, sunduesi, poseduesi, gjykatësi i ditës kur njerëzit do të japin llogari, dhe ne besojmë atë ditë. Dhe këtë besim e ripërtërim sa herë që e lexojmë këtë sure, dhe tematika tjetër është qëndrueshmëria dhe vazhdimësia në rrugën e drejtë, ku ne shprehim këtë duke ja kërkuar Allahut me duan ihdina siratal mustaqim, na udhëzon ne në rrugën e drejtë. Pra, tematikat mund t'i përmbledhim në 4, në tauhid, monoteizëm, në profeci, flet për ahiretin, flet edhe për drejtësinë dhe qëndrueshmërinë në fe. Këto janë pasaj të detajuar në formë duaje ose në formë falënderimi dhe lavdi që ne i drejtojmë Allahut. Surja Fatiha mund të mendohet ndryshe nëse reflektojmë mbi të edhe si një busull, si një udhërrëfyes. Në momentin që neve duam të shkojmë diku, neve hapim hartën ose hapim GPS-in dhe orientohemi se si të shkojmë aty. Dhe aty na tregohet edhe shiko se këtej ka shumë trafik, mos kalo këtej, shiko zgjidh të rrugën se kjo rrugë është më e mirë. Edhe Fatihaja, me të gjitha ajetet e saj, është një orientim për neve se si të shkojmë drejt destinacionit. Neve jemi kalimtar në këtë botë. Dhe Fatihaja, domethënë, është ajo që na tregon neve se si të arrijmë në botën. Destinacioni jonë është bota tjetër. Dhe me anë të Fatihas, neve orientohemi se si të shkojmë tek Zoti dhe në botën tjetër. Dhe kjo është me falënderime dhe lavdërime ndaj Zotit për gjithat mirat që na ka dhënë, duke adhuruar vetëm Zotin, duke kërkuar Zotit që të na mbajë neve me njerëzit e sinqertë, dhe të na bëjë ndër njerëzit e sinqertë, dhe mos na bëjë nga ai grupi i cilët Zotin e kanë zemëruar, apo që i kanë mohuar të vërtetat e Zotit, apo që për shkak të arrogancës i kanë mohuar ajetet e Zotit. Unë mendoj që me këtë udhëzim dhe me këtë orientim është rruga që neve shkojmë dhe i gjejmë Zotin, dhe i gjejmë besimin e vërtet. Kryetari i parë i komunitetit musliman të Shqipërisë, Vebi Dibra, Haxhi Vebi Dibra, thot për shembull flet për emrin Fatihatul Kitab. Thot është çelësi i librit hyjnor, çelësi. Kemi dietarin ton tjetër Hafiz Ibrahim Dalliu,
i cili fjalën Quran, pra një tjetër emër i sures, ai e përkthen në mënyrë shumë të bukur. Kemi Hafiz Ali Korçën, edhe ai Quran, thot nëna e Kuranit. Pra, pse i thënë këto dietarët ta në këtë mënyrë? Sepse përmbledh të gjitha qëllimet që ka Kurani brenda në surën Fatiha. Përmbledh falënderimin ndaj Allahut xhaleshanuhu, përmbledh nënshtrimin ndaj Allahut xhaleshanuhu, përmbledh urdhrat hyjnore dhe ndalimet hyjnore, përmbledh lavdet që i bën Allahu xhaleshanuhu ashtu siç i ka hije e tij. Pra kjo sure është shumë e rëndësishme në këtë drejtim, sepse është edhe melhem për trupin, por forcë edhe gjallëri njëkohësisht edhe për shpirtin. Ka dhe një hadith që më ka bërë shumë përshtypje kur e kam lexuar, thot surja Fatiha ndahet në dy pjesë. Një pjesë është për robin tim dhe një pjesë është për mua, thot Zoti. Pra në një mënyrë surja Fatiha është një bisedë drejt për drejt me Zotin. Në çdo ajet që neve themi, edhe Zoti na kthen neve përgjigje. Kur themi elhamdulillahi rabbil alamin dhe neve e lavdërojmë Zotin, Zoti thot robi im më lavdëroi mua. Kur themi Rahman Rahim, Zoti thot robi im më madhëroi mua. Kur themi Maliki Yawmiddin, Zoti thot robi im më lartësoi mua, pra ai është shënduesi në ditën e gjykimit. Dhe kur themi ja kena abudu ve ja kena stain, është atë pjesa kur robi kënaqet me atë që neve kemi besuar Zotit dhe kemi adhuruar, dhe thot kjo është midis meje dhe robit tim. Dhe kur kërkojmë pastaj që o Zot na mban në rrugën e drejtë neve dhe jo në rrugën atyre që kanë humbur, atëherë Zoti thot jepni robit tim atë që dëshiron. Edhe në fund, sidomos kur falet me xhamat në xhami, ndoshta ndihet shumë atmosfera që mbas Fatihas të gjithë njerëzit thon amin me zë të lartë. Kjo sepse ka një hadith që thotë që në momentin që mbaron Fatihaja, ëngjëlt thon amin. Dhe kush thot amin në një të kohë me ëngjëlt, Zoti ja fal gjunahet. Kështu që është shumë e bukur si moment kur e përjeton dhe je bashkë me xhamatin në komunitet, por kjo uniteti dhe të qenit të bashkuar dallohet edhe kur themi iyyake na'budu, secili nga ne lexon Fatihan për veten e vet. Thot, ne mund të thonin fare mirë o Zot, më udhëzo mua në rrugën e drejtë. Por kjo është sure e Kuranit dhe Zoti ka kërkuar që edhe në këtë sure neve kur t'i kërkojmë atij, mos t'i kërkojmë vetëm në emrin ton, por të kërkojmë në emër të gjithëve. Një, sepse neve nuk jemi një person, neve jemi një komunitet. Dhe profeti alayhis salam thotë që besimtarët janë si gjymtyrët, janë gjithë bashkë. Kështu që edhe kur kërkojmë për diçka për të mirë, Zoti neve na inkurajon këtu që neve të kërkojmë duke i kërkuar atij, o Zot, ne ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pa jo vetëm unë si një besimtar, por neve si një popull i tërë besimtar, vetëm tek ty drejtohemi. Kështu që Zoti shpresoj që të na i pranojë duat tona. Sikur ta mendonim këtë si një lloj dialogu, neve me të vërtetë do ta arrinim esencën e kësaj sureje, me të vërtetë. Por shpesh ndodh që neve themi atë në mënyrë shumë mekanike, pa u fokusuar në fakt që është një bisedë me Zotin dhe Zoti po na përgjigjet. Duhet të jetë një nder i madh dhe një lartësim i madh për neve, momentin që Zoti i përgjigjet lutjes tonë apo çdo fjalë që neve i drejtohemi atij. Edhe pse neve nuk e dëgjojmë, por ama neve me zemër e ndijmë që Zoti neve na përgjigjet sa herë që neve themi Fatihan. Le të fillojmë së pari me ajetin e parë, se çfarë do të thëni dhe si e komentojnë edhe komentuesit mëdhej në mënyrë të shkurtuar dhe të përmbledhur me pak fjalë këtë sure kaq madhështore, kaq të rëndësishme. E fillojmë fjalën gjithmonë me emrin e Allahut, i cili është i gjithëmëshirshëm dhe mëshirëplot. Dhe në çdo punë kur fillojmë, çdo gjë që bëjmë në fillim gjithmonë e nisim me emrin e Allahut xhaleshanuhu, duke mbaruar në fund me falënderimin ndaj tij. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Edhe si në çdo punë tjetër që neve fillojmë me emrin e Allahut, edhe në këtë sure neve e fillojmë duke mbështetur tek Zoti i gjithësisë. Dhe këtu përmenden ka disa gjëra që përmenden te kjo sure. Është Bismillah, do të thosh fjala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu që është Rahman dhe Rahim, që është gjithëmëshirës dhe është mëshirëplot. Dhe këto tek gjithëmëshirës dhe mëshirëplot, neve e themi si besimtar sepse e kemi për detyrë ta recitojmë çdo herë në namaz, por ama ky është një ajet që është edhe për të gjithë krijesat e Zotit, sepse Rahman është Zoti që është mëshirues për të gjitha krijesat, për besimtarët, për jo besimtarët, ndërsa Rahim është një atribut i Zotit që është mëshirues, por që më shumë
është për besimtarët, pra që është për botën tjetër. Për në botën tjetër, Zoti do të jetë mëshirues me besimtarët. Por ama kur themi Er-Rahman, Zoti që është i gjithë mëshirshëm për çdo krijesë, për çdo njeri që është në këtë botë. Njeriu në momentin e parë që e kupton pozicionin e tij në këtë botë, kupton se kush është, nga ka ardhur e ku do të shkojë. Në të njëjtën kohë njeh dhe Zotin, njeh dhe madhështinë e Allahut, njeh se është robi i tij dhe është Zoti ai i cili është krijuesi, është Allahu i cili është krijuesi. Dhe vetëm duke u futur në mbrojtjen e tij, vetëm duke marrë emrin e tij për gjën më parësore në jetën e tij, vetëm kështu mund të jetë i lumtur si në këtë botë dhe mund të jetë i fituar dhe në botën tjetër. Dhe ky është mesazhi kryesor që ne e nisim dhe e marrim që nga Bismillahi, pra me emrin e Allahut, me emrin e atij i cili më jep dhe më furnizon, i cili më krijon dhe më mbështet, i cili më ka dhënë jetë, i cili më jep të vërtetën dhe të drejtën dhe më nxit që unë ta ndjek atë dhe gjithë gjërat e mira që ne i përfitojmë në këtë jetë si besimtar dhe të gjitha këto shfaqen tek emrat e bukur të Allahut, po mbi të gjitha te emri Allah. Dhe ne nisim me emrin e Zotit duke thënë me emrin e Allahut. Kjo ka edhe kuptimin që kërkojmë mbrojtjen e Allahut, futen në mbështetjen e Allahut, vetëm me madhështinë e tij ja vlen që çdo gjë të niset dhe vetëm me emrin e tij fitohet çdo begati. Pastaj më pas është Ar-Rahman Ar-Rahim, dy nga emrat më të bukur të Allahut, që është i gjithë mëshirshmi, mëshirploti. I gjithë mëshirshmi është një mëshirë që është për të gjithë krijesat që ai ka krijuar në këtë botë. Për gjithë krijesat që i dim dhe nuk i dim, i shohim dhe nuk e shohim, ai me mëshirën e tij, me dashurinë e tij dhe me kujdesin e tij i mirëmban, i jep jetë dhe i jep gjithçka që krijesave ju nevojitet. Kështu shfaqet mëshira e tij tek të gjithë. Ndërsa në mënyrë specifike, kjo mëshirë është për besimtarët dhe këtë e shfaq më së miri emri bukur i Zotit Ar-Rahim. Ai është i mëshirshëm me të gjithë, po në mënyrë akoma dhe më të madhe i mëshirshëm me besimtarët. Dhe mëshira do të shohë kulmin e saj në momentin kur do të bëhet dita e gjykimit, se sa shumë mëshirë do të shohin njerëzit nga Zoti i gjithësisë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi qoftë Allahut, Zotit të botëve. E falenderojmë Allahun xhaleshanu për gjitha mirësitë, për gjitha begatitë që ai na ka falur, për ajrin, për ujin, për ushqimet e ndryshme, për gjymtyrët. E falenderojmë Allahun për gjithçka nga begatitë e tija, sepse është ai krijuesi, ai është furnizuesi, ai është Er-Razzak që e furnizon njeriu me gjithë të mirat. Prandaj kur e nisim fjalën tonë, e nisim duke falendëruar Allahun xhaleshanahu. Dhe profeti alayhis salam nuk ka zgjedhur fjalë tjetër përveç falënderimit, edhe kur është pyetur nga bashkëshortja e tij, e cila i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, pse e mundon veten kaq shumë, ndërkohë që Zoti ti ka fal gjunahet e mëparshme dhe gjunahet që do të bësh më vonë." Edhe profeti alayhis salam ka thënë: "A mos bëhem një rob falëndërues?" Pra falënderimi të nderuar është jashtëzakonisht e rëndësishme në fenë islame dhe pikërisht kjo sure e nis fjalën e vet duke falendëruar Allahun, Zotin e botëve. Themi Zotin e botëve sepse janë shumë botë. Nuk është vetëm kjo botë dhe nuk është vetëm bota e ajetit, po janë shumë bota. Sipas studimeve astronomike ekzistojnë 100 miliard galaksi dhe në galaksinë e rrugës së qumshtit ekzistojnë 200 miliard yje. Dhe toka është vetëm një planet. Pra imagjinoni se sa madhështor është Allahu xhaleshanu, se sa pafund është Allahu xhaleshanu. Me fillimin e kësaj sure njëkohësisht fillon Kurani. Dhe sikur na thuhet ne o njerëz fillojeni duke falendëruar Zotin, duke i lavdëruar atë për atë që ai është, përpara se për atë të mirë që ai të ka bërë. Njerëzit janë mësuar që të falendrojnë për mirësitë që u bëhen dhe nderet që të tjerët ju bëjnë. Ndërsa ne këtu mësohemi që ta falendrojmë Allahun dhe të lavdërojmë atë vetëm sepse është ai,
vetëm sepse është Zoti. Më pasaj e vazhdojmë elhamdulillahi rabbil alamin dhe japim cilësitë e bukura të Allahu xhaleshanuhu. Është ky Zot që nuk është vetëm Zoti yt, është Zoti i gjithë krijesave, i atyre që i di dhe nuk i di, atyre që i sheh dhe që nuk i sheh. I të gjithë botrave është po ai Zot. Është po ai edukator, është po ai kujdestar, fuqi plot që kujdeset dhe shtrin mbi ta dhe u jep të gjithëve mëshirën e tij. Që t'jesh në gjendje të thuash çdo lavdërim i përket Zotit të gjitha botrave, ti këtu ke dhënë teuhidin pra, ti këtu dëshmon për dëshminë e pastër, ti këtu beson që ka një Zot dhe ai është Rabbul Alamin, që është Zoti i gjitha botrave, dhe jo Zoti vetëm i joni, që jetojmë neve në këtë planet, për Zoti i gjithçkaje që ekziston në univers. Dhe në momentin që ne themi që lavdërimi takon Zotit, atëherë këtu kemi dëshmuar besimin e pastër që ka vetëm një Zot. Sërish vjen mëshirë dhe mëshirë. Në vazhdimësi pastaj ajeti tjetër thot Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshirëploti. Tashmë ti del përpara Allahut në namaz, në momentin që ti falesh, duke kuptuar madhështinë e tij dhe duke kuptuar dobësinë tënde, sikur të kap një lloj frike. Edhe frika përballë madhështisë, po edhe frika që nuk e kryen dot siç duhet adhurimin tënd ndaj tij. Por të vinë këto dy emra, Rahman dhe Rahim, dhe sikur të futin në strehen e mirësisë dhe mëshirës së tij, dhe ti e kupton që me ndihmën e Zotit, me mëshirën e tij, unë do përpiqem dhe do mundohem në këtë rrugën e të qenurit robi i tij. Po këtu po i vëmërej prapë që është Allah, që është ndër emrat e Allah, jo ndër emrat e Allahut, por është emri i Allahut të cilit neve i drejtohemi. Është emri Rahman që neve i kërkojmë atij në momente që neve kemi nevojë, Rahman ose Rahim në momentin që kemi nevojë për mëshirën e Zotit, por kemi aty Rabbul Alamin, që është Zoti i gjitha botave, por Rabb nuk është një fjalë që është vetëm Zot, por është një Zot i cili ty edhe të mbron dhe që të siguron të gjitha gjërat që ty të duhet. Pra kur i drejtohemi me këtë emër, neve i drejtohemi edhe këtij atributi të Zotit. Dhe pastaj vazhdojmë prapë Er-Rahman, Er-Rahim, Zoti që është mëshirues, mëshirbërës, ose si mund të gjetën disa përkthime, i gjithëmëshirshëm dhe mëshirëplot. Er-Rahman do thotë i gjithëmëshirshëm. Pse? Sepse Allahu xhaleshanu ka mëshirë për të gjithë. Allahu xhaleshanu ka mëshirë edhe për besimtarin, edhe për munafikun, edhe për hipokritin, edhe për mohuesin, edhe për çdo lloj krijese tjetër që ka krijuar, është i gjithëmëshirshëm. Ai jep furnizimin të gjithëve pa dallim, në masën që ai ka caktuar. Nuk ka dallim ke fjala ose atributi i Allahut Ar-Rahman. Zoti xhaleshanu ja jep të gjithë krijesave. Ndërsa tek atributi i tij Ar-Rahim do të thotë mëshirëplot, këtu është specifike për besimtarët, sidomos në ditën e gjykimit. Sepse kur të merren besimtarët në ditën e gjykimit, Allahu xhaleshanu do t'i mëshirojë ata për fajet, për gabimet, për gjunahet, dhe kjo është specifike për ditën e gjykimit për besimtarët, kurse për sa i përket kësaj bote është i mëshirëplot për të vegjëlit e njerëzve, por edhe për të vegjëlit e kafshëve kur vinë në këtë botë. Maliki Yawmiddin, Zoti që është sunduesi në ditën e gjykimit. Ai është destinacioni jon i fundit, dita e gjykimit. Dhe neve për atë përgatitemi. Prandaj kalojmë në këtë botë dhe prandaj jetojmë këtë botë. Allahu xhaleshanu ka preferuar të thotë dita e gjykimit, ndërkohë që ai është sunduesi edhe i ditës së sotme, pra edhe i kësaj bote. Po pse vallë Allahu xhaleshanu zgjedh të thotë sunduesi i ditës së gjykimit? Këtu Allahu xhaleshanu kërkon të na tërheq vëmendjen dhe të na tregoj se me të vërteti dhe i absoluti dhe i vetmi është vetëm ai, dhe kjo do të bëhet e qartë pikërisht në ditën e gjykimit. Nëse sot ne themi kam tokë, kam prona, kam shtëpi, kam atë, ne faktikisht jemi pronar të figurshëm, sepse në të vërtetë pronari vetëm është Allahu xhaleshanu, dhe kjo do të zbulohet kur e gjithë ajo perdja
e mas shkaqeve do të bëhet e dukshme pikërisht në ditën e gjykimit. Malik Yawmiddin është momenti kur të gjithë njerëzit kanë nevojë ta shohin drejtësinë e shfaqur të Allahut. Atë ditë kur të gjithë njerëzit do të japin llogari përpara Zotit të gjithë mëshirshëm, shfaqet edhe pushteti i tij, shfaqet edhe sundimi i tij. Dhe të gjithë do të marrin atë që meritojnë, siç thot në Kur'an në ajet tjetër, dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi, sado e vogël qoftë kjo. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Këtë ajet Allahu xhaleshanu e ka ndarë në dy pjesë. Një pjesë për vete dhe një pjesë për robin e vet. Kur vim pikërisht te ky ajeti, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, që do të thotë që ne nuk adhurojmë askënd tjetër. Qoftë një njeri, qoftë objekt i shenjtë, ndërtesë apo çfarë tjetër, vetëm Allahun xhaleshanu adhurojmë. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut xhaleshanu. Wa iyyake nasta'in, dhe vetëm për teje ndihmë kërkojmë, jo për tjetër kujt. Për askujt nuk kërkojmë ndihmë. Dhe këtë ajet, duke filluar nga ky ajet, kjo është një pjesë për mua, thot Zoti, dhe një pjesë për robin tim. Këtu neve i dëshmojmë Zotit që me të vërtetë zemra jonë është e lidhur me Zotin. Dhe si mund të arrijmë neve kënaqësinë e Zotit, pa ndihmën e Zotit që vjen në vargun pasues. Neve nuk mund të arrijmë atë. Pra neve i kërkojmë ndihmën e Zotit që ne të adhurojmë vetëm ty o Zot, por të lutem na ndihmo ti, që neve të arrijmë të adhurim në mënyrën më të mirë. Nga pjesa që ne e lavdërojmë dhe e falenderojmë dhe flasim për Allahun, tashmë kalojmë në një status që flasim me Allahun. Flasim duke ju lutur dhe duke ju drejtuar atij dhe duke i thënë iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ne vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Vetëm ty të adhurojmë e kuptojmë tashmë detyrën tonë që kemi karshi Allahut, karshi krijuesit ton, ai që na ka dhënë dhe na ka formsuar. Pra detyra jonë është që vetëm atij t'ia dedikojmë adhurimin dhe përkushtimin në adhurim. Dhe më pas, mbas kësaj është wa iyyake nasta'in, dhe prej teje kërkojmë ndihmë. Që nga momenti i parë ndihmë që të na ndihmosh o Zot, që këtë detyrën e të qenurit robi yti ta kryejmë me sukses dhe na ndihmo që të adhurojmë, se vërtet e kuptojmë që duhet, por të dobët jemi, të pafuqishëm jemi, nevojë për ndihmën tënde kemi, kështu që vetëm me ndihmën tënde ne mund të ecim në këtë rrugën tonë të adhurimit. Interesant është fakti që foljet e përdorura në këtë ajet janë në numrin e parë shumës. Pra edhe sikur ti jesh duke u falur vetë, duaja jote i bashkangjitet edhe shumë dua të tjerëve besimtar që ne të adhurojmë. Nuk themi unë të adhuroj, por ne të adhurojmë. Dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë ne të gjithë së bashku, për të treguar edhe rëndësinë që se sa e mirë është që në rrugën e drejtë të ecim të gjithë së bashku. Sa e rëndësishme është që në këtë rrugën e shpëtimit të kemi dhe njerëz të mirë dhe besimtar të mirë, që së bashku të ecim drejt Sirat al-Mustaqim. Ihdina sirata al-mustaqim, udhëzona neve në rrugën e drejtë. Një pyetje mund të lindi këtu, po si ka mundësi që ne falim namaz, e këndojmë në namaz dhe Allahu xhaleshanu kërkon për nesh akoma udhëzim, ndërkohë që ai na ka ndriçuar me besim? Pikërisht përgjigjja është sepse ne kërkojmë gjithmonë përforcim në udhëzimin tonë. Përballë gjithë këtyre sprovave, përballë këtyre problemeve, çështjeve, rrymave ideore të ndryshme me të cilët përballet besimtari me rreziqe të ndryshme, kërkohet gjithmonë nga Allahu xhaleshanu që ai ta ndihmojë dhe ta përforcojë në rrugën e udhëzimit. Kur neve jemi të vetëdijshëm që Zoti është ai që sundon në ditën e gjykimit, atëherë ne vazhdojmë edhe me vargun tjetër, na udhëzo për rrugën e drejtë. Pra neve e dimë që ajo do të jetë destinacioni i fundit, domethënë pas gjykimit, pastaj ahireti, dhe pastaj i kërkojmë Zotit, o Zot, na udhëzo për rrugën e drejtë. Por rrugët e drejta mund të jenë disa.
Njerëzit mund t'i shohin ndryshe, ashtu siç e tregova pak më parë që edhe me hartën, që disa rrugë duket të çojnë në destinacion, por nuk është rruga e duhur ajo që duhet marrësh ti. Kjo fjala ihdina siratal mustaqim, fjala mustaqim do të thotë rrugë e gjerë, e madhe, e drejtë, por që është në drejtim duke u ngjitur lart. Rrugë e drejtë e gjerë duke u ngjitur lart. Sikur ti në këtë rrugë të drejtë mundohesh që nëpërmjet adhurimit të ngrihesh, të lartësohesh dhe të shkosh në drejtim, të shkosh drejt Zotit. Por në të njëjtën kohë, sa më shumë të jetë drejt ngjitjes kjo rrugë, aq më shumë shtohet edhe forca e rëndesës, aq më shumë shtohen sprovat, shtohen ato që të tërheqin drejt të kundërsës. Kështu që ti kërkon o Zot më ndihmo, se unë drejt teje po vi, i mirë dua të jem, i devotshëm dua të jem, i përkushtuar dua të jem, por edhe ato që më tërheqin kundra kësaj rrugës, edhe ato janë të shumta dhe janë të forta. Kështu që me ndihmën e Zotit edhe në këtë rrugë shpëtimi mund të ecësh dhe mund të qëndrosh, mund të vazhdosh si rob i Zotit dhe i qëndrueshëm dhe i fortë. Cila është rruga e drejtë? Është rruga e Islamit, është rruga e besimit, është rruga e atyre njerëzve, e atyre profetëve, e atyre shahidëve, atyre të sinqertëve, atyre njerëzve të mirë. Sirata alladhina an'amta alehim, ghayril maghdubi alehim waladdallin. Në rrugën e atyre janë pikërisht këtu, janë këto kategori njerëzish që unë përmenda, sepse përmenden në surën Nisa. Këto njerëz rruga e atyre. Kjo në fakt është rruga e Allahut, por janë këta njerëz të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanu dhe kanë përfunduar me din dhe me iman jetën e tyre. Dhe tregohet në ajetin më poshtëm, rruga e drejtë është rruga e atyre që Zoti u ka dhuruar të mira. Dhe jo rruga e atyre, sepse ka prej popujve, prej njerëzve, të cilët i kanë dëgjuar argumentat e Zotit dhe i kanë mohuar prej arrogancës. Ama ka dhe të tjerë pastaj që nuk i kanë besuar dhe janë humbur. Kush janë ato modelet që ne na tregojnë se si qëndrohet i fortë në këtë rrugë të drejtë dhe si qëndrohet i devotshëm dhe i përkushtuar në këtë rrugë të drejtë, kur bëhet e qartë me ajetin që vjen më pas, sirata alladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që ti u ke dhënë begati, u ke dhënë mirësi. Domethënë, jo ata e kanë arritur me forcat dhe me përpjekjet e tyre, por ishte mirësia dhe begatia jote. Ishte kjo ndihma jote që u dhe atyre dhe ata ja dolën. Ata janë prej të dalluarve, prej të suksesshme në këtë rrugë. Janë nga të parat në këtë garë të mirësisë që rendin dhe vrapojnë drejt teje. Kështu që ashtu siç u ke dhënë atyre profetëve, dëshmorëve, njerëzit që dallojnë në sinqeritet dhe në vepra të mira, ashtu na ndihmo dhe na jep edhe neve, o Allah. Vazhdon pjesa e duas dhe e lutjes, por ne sikur ngelemi të detyruar, sikur Allahu na mëson që edhe nga se duhet të ruhemi, nga se duhet të qëndrojmë larg në vazhdimin e kësaj duaje, ku thot ghayril maghdubi alehim, jo në rrugën e atyre të cilët për shkak të veprave të këqija, për shkak të devijimit, largimit nga rruga e Zotit, për shkak të daljes në kundravajtje të kësaj sirat al-mustaqim, kur gjithë ecin në drejtim, ata dalin kundra, e din që këtë është e drejta dhe me dëshirën dhe vullnetin e tyre zgjedhin të gabuarën, zgjedhin rrugë që nuk e çojnë tek e vërteta dhe nuk e çojnë tek e drejta, atëherë ne themi o Zot na ruaj, jo në rrugën e atyre. Duam në rrugën e këtyre njerëzve të mirë, njerëzve të begat, të devotshëm, jo në rrugën e atyre që kanë merituar hidhërim. Hidhërim qoftë hidhërimin e Zotit, hidhërimin e njerëzve, hidhërimin e engjëve në atë ditë, o hidhërimin e çdo krijese, se kush i del kundra Allahut, kush nuk i bindet urdhit të Zotit, nuk meriton vetëm hidhërimin e Allahut, por për shkak të gjunaheve, sikur sjell dhe tërheq tek vetja, edhe hidhërimin e njerëzve, edhe gjithçka tjetër që ne ndoshta s'ja kuptojmë hidhërimin ose krijese që Allahu ka krijuar dhe s'ja kuptojmë gjendjen e tij, dhe mbaron në fund waladdallin, pra as në rrugën e atyre,
as në rrugën që kanë merituar hidhërim, por as në rrugën e atyre të cilët janë të humbur. Janë të humbur dhe kanë devijuar. Kanë devijuar jo se dikush tjetër i ka devijuar, por ata zgjodhen që të mos ecin në rrugën e vërtet, të mos ecin në sirat al-mustaqim. Lanë sirat al-mustaqim dhe u bën dalin. E lanë këtë rrugën e drejtë e gjerë që ka vend për të gjithë, ka vend për të gjithë garuesit në mirësi dhe zgjodhen të jenë nga të devijuarit që nuk duan, nuk i kthejnë shpinën udhëzimit të Zotit. Dhe përderisa kjo sure ecën kështu, e ndërthurur mes falënderimit, lavdet, drejtuar Allahu xhaleshanu në pjesën e parë të saj dhe në pjesën e dytë të saj është kërkesa jon, është një hadith shumë kuptimplot i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në moment që robi e këndon Fatihan, thot unë kam ndarë atë në dy pjesë. Në pjesën që ai më lavdëron mua dhe në pjesën që ai më kërkon mua. Në pjesën që ai më lavdëron mua më kënaq me atë që bën, duke më thënë elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin deri këtu. Në momentin që kalon tek pjesa që ai më kërkon mua, betohem thot që çfarë ai më kërkon, unë do t'ja plotësoj robit tim. Kështu që është një mjet aq i bukur sa të mundson të hysh në bisedë dhe në kontakt me Zotin tënd. Edhe mrekullia e kësaj sures, e gjithë sureve të Kuranit, po specifikisht e sures Fatiha është që sado njerëzit të jenë në besim dhe të falen dhe të lexojnë atë deri 40 herë në ditë, ajo ngelet gjithmonë e freskët, ngelet gjithmonë e gjallë në shpirtin dhe në zemrën e besimtarit. Është mrekullia e Kuranit dhe në suren Fatiha që aq shpesh ne e lexojmë në 5 vaktet e namazit çdo ditë, në çdo rekat. Kjo është bukuria dhe madhështia e kësaj sure. Dhe në fund mbyllet me shprehjen amin, që thot o Zot pranoje, e thot edhe ai që e lexon, po të jetë namaz me zë edhe ata që e dëgjojnë, e thon amin nga pas. Amin realisht nuk është ajet kuranor, por se është një këshill nga profeti ynë sallallahu alaihi wasallam që të themi amin. Se thot profeti, thuni amin në fund të surës Fatiha, sepse edhe engjëjt thojnë amin. Dhe nëse përkon amini juaj me aminin e engjëve, ju falen të gjitha gjunahet. Lusim Allahun xhaleshanu të na bëjë nga njerëzit e sinqert, nga njerëzit e mirë, nga njerëzit të cilët me punën e tyre, me mendimet e tyre dhe fjalët e tyre kanë fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Jemi më të vëmendshëm në leximin e Kuranit, sidomos në leximin e sures Fatiha, të përpiqemi që ta kuptojmë atë, të mundohemi sa të kemi mundësi që në librat e shpjegimit të Kuranit, në librat e tefsirit të thellohemi në kuptimin e saj dhe të reflektojmë mbi kuptimin e saj dhe ta ndërtojmë jetën tonë në bazë të mesazheve që kjo sure përcjell. Kurani në përgjithësi dhe kjo sure në veçanti, ta bëjmë si qëllim të jetës tonë dhe ta bëjmë si plan i jetës tonë, ashtu siç kjo sure na i përshkruan. Manual jetese, le të themi. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, përveç namazeve, e këndonte për herë këtë sure edhe përpara se të fjente gjumë. Edhe në kohë të tjera, sepse është një sure shumë e nevojshme, madje komentuesit të Kuranit thonë që kjo sure përmbledh edhe qëllimet e gjithë librave hyjnor që Allahu xhaleshanu ka zbritur më përpara. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, le ta përmendim sa më shumë këtë sure, por duke ditur edhe domethënien e saj, duke ditur edhe kuptimin e saj në mënyrë që të marrim kënaqësinë që Allahu xhaleshanu do të na falë. Surja Fatiha është një thesar i zbritur nga Zoti. Është një thesar për të gjithë besimtarët, por jo vetëm, është një thesar për të gjithë njerëzit. Kushdo që mundet ta memorizoj dhe kushdo që mundet ta lexoj, unë ja këshilloj të gjithëve që në çdo rast, në rastin kur janë të mërzitur, në rastin kur janë të sëmurë, në rastin kur duan të flasin me Zotin, Surja Fatiha është shërim për çdo gjë, është shërim për trupin, është shërim edhe për shpirtin. Ndaj, mos e humbni shpresën nga mëshira e Zotit.